Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm këtë të njëjtë në eventin e 35 vjetorit të Partisë Socialiste në Korçë. Në fjalën e tij, Rama u ndalte ngjarjet e 26 majit 1996, kohë kur socialistët u përballën me dhunë brutale, gjë që kryesocialisti e konsideroi si një moment dramatik. Sot jeni mbledhur për të kremtuar një moment që lidh bashk historinë me ardhmërinë dhe nuk mundet dot të mos e përsëris që një koincidencë e madhe bashkoi në një datë 26 maj dy momente shumë domethënëse të historisë së Partisë Socialiste. 26 maj në 96-ës, kur socialistët u përballën me furinë e një dhune dhe me një brutalitet që faktikisht vuri të gjithë Shqipërinë përballë sfidës reale të ndërtimit të demokracisë, si sfidë që u shfaq shumë herë më e madhe se sa çfarë dukej në fillim kur u përmbys diktatura, dhe që vendosi Partinë Socialiste në një situatë jashtëzakonisht dramatike. Më tej Rama nënvizoi rolin dhe veprimtarinë e Partisë Socialiste, që sipas tij është e vetmja forcë politike e drejtë me interesin kombëtar. Kreu i qeverisë theksoi se socialistët do të vijojnë punën drejt anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Partia Socialiste është partia e cila në këto 35 vjet ka dëshmuar se është e vetmja forcë politike që është në gjendje të ketë një marrëdhënie të drejtë me interesin kombëtar. E vetmja forcë politike që është në gjendje të ketë një marrëdhënie të drejtë me të shkuarën, është e vetmja forcë politike që është në gjendje të ketë një marrëdhënie të drejtë edhe me botën. Dhe është krenaria jonë që pas një periudhe të gjatë vështirësish dhe denigrimi, ja kemi ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku ndodhet në botë, sot Shqipëria ndodhet në një fazë tjetër. Pasi kemi mbyllur fazën e çeljes së të gjithë kapitujve për negociatat, tani kemi hapur fazën e mbylljes së të gjithë kapitujve të negociatave. Çfarë nuk thanë e çfarë nuk do thonë, por le të thonë ç'të duan, ne themi atë që bëjmë dhe bëjmë atë që themi. Mes të tjerash, gjatë fjalës së tij Rama premtoi një fitore akoma më të thellë për Partinë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme.